Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Virgjëreshës. Do bëjmë një mesazh për ju. Dhe mesazhi juaj është 8 të shpatës. Shikoni me vëmendje këtë fotografi. Paraqet një grua të shtrirë mes shpatash, sikur është e rrethuar dhe e kapur pamundësi lëvizje. Por në të vërtetë shpatat nuk e prekin. Ato janë thjesht pranë saj. Ky detaj është gjithçka. Ajo mund të qohet, por nuk e beson se mundet. Ajo nuk është e rrëbëruar nga rrethanat, por nga mënyra se si i percepton ato. Të dashur Virgjëresh, kjo letër është thirrja më e drejtë për të parë ku e ke kufizuar veten përmes mendimeve që përsërit pa pushim. Nuk mundem, nuk di, nuk kam zgjidhje, janë fjalët që mbajnë më shumë fuqi kur ti ja dorëzon ato universit. Mendja jote mund të jetë një kështjell ose një burg për momentin. Zgjedhja fillon në vetdije, të dashur Virgjëresh. Ti mund të jesh më i lirë apo më i lirë se që e imagjinon. Por fillimisht duhet të pranosh që disa nga pengesat më të mëdha nuk janë jashtë, janë brenda teje, në mendjen tënde. Ky letër nuk është fundi, të dashur Virgjëresh, është ftesë për të parë saktësisht ku e ke dhënë fuqinë tënde. Je duke ushqyer të gjitha në atë negativitet. Nuk mundem, s'kam zgjidhje, se bëj dot, nuk kam mundësi. Dhe për ta marrë atë mbrapsht, jo me forcë, por me ndërgjegjësim. Të dashur Virgjëresh, çdo gjë qëndron në mendjen e juaj apo në kokën e juaj.